Nuk do ta besoni, vetëm 2 banane në ditë dhe thoni lam të mirë këtyre sëmundjeve. Konsumimi i 2 bananeve në ditë ndihmon në ruajtjen e parametrave normal të tensionit të gjakut. Prania e kaliumit dhe natriumit në këtë frut ndikon që të mbahet një shtypje normale e gjakut. Konsumimi vetëm 2 bananeve në ditë mund të përmirësojë shëndetin dhe funksionimin e zemrës. Fibra dhe vitaminat që këto fruta përmbajnë ndikojnë në këto veti të bananeve. Shëndeti i zorrëve. Diarrea dhe shtrëngimi i zorrëve janë disa nga problemet më të shpeshta te njerëzit. Nëse konsumoni banane dhe balanconi dietën tuaj, ju do të përmirësoni këto probleme. Energjia. Bananet janë të mira sidomos për persona të cilët ushtrojnë aktivitete fizike dhe njëkohësisht kanë nevojë për energji.